Atere, Spak godet bandën e Niklës, Marsit para se t'ia fjalën Majanit, është lajmi fundit fare ky i sotëm, na thuaj, para se të flasësh bile Marsit, më lejo që të informoj publikun, që mos të lodh ty, të informoj publikun me një informacion të shkurtër, pas të mësuash ti kush janë këta që u kapën nga Spaku, që u arrestuan sot. Çfarë janë gjetur në shtëpitë e tyre? 450.000 euro, kesh. Ndërkohë Ledio, ja një sekond Marsit, Ledio do na shoqëroj me këtë një edhe me ato imazhet e tij. 415.000 euro. $7.000 amerikan, 1 milion lek, 11 aparate telefonar celular, 3 automjete të markave ndryshme si BMW X5, Range Rover, Volkswagen Golf 6. Një armë zjarri model Glock me 9 fishek. Ky Glock çfarë është Glocku? Modeli. Po model çfarë është? Model armë. Amerikan është ky Glocku apo gjerman? Amerikan. Një tim amerikan. Glock me 9 fishek, 1 lek antiplum, 1 pal dylbi, 1 orë Rolex, ka pas edhe një Rolex, po nuk dihet çmimi i Rolexit, ka qenë Rolex i shtrenjtë, pra 50.000 euro apo më shumë, apo ka qenë Rolex i lirë, këtë se dim. Dhe një DVR, nuk e di ç'do të thënë, DVR. Pajisje regjistrimi. Pajisje regjistrimi. Po se quhet DVR pajisje regjistrimi e Ledio? Device video record. Digital video recorder. Po ç'janë, janë këto të fundit fare, të ligji e fundit kjo? Apo si ato të vjetra që... Ato janë sistemet që përdoren për të mbajtur datat të dhënat e kamerave. Ti vendos kamera në disa pozicione dhe ajo regjistron imazhet edhe... Po për çfarë e kanë dashur DVR? Po mund ta kenë pasur në ambientet e shtëpisë, në ambientet rreth e qark. Edhe dokumente ndryshme thot. Marsit çfarë është kjo histori sot, sepse kjo ka bërë xhiron e... Por janë... Në përjet sot. Edhe sipas deklaratës se ka bërë Spaku. Ja dhe imazhet për kace. Po, deklaratës publike. Ju mund të shohësh ashtu ti Manjan. Bëhet fjalë për ekzekutimin e masave të sigurimit ndaj 10 detuarve në kuadër të procedimit për trafik narkotikësh. Ato janë të gjitha që përmendet ti, janë në kushtet e flagrancës, pra në momentin që është ushtruar ekzekutimi i masës, janë gjetur dhe ato objekte të cilat ti përmendet dhe ato shumë parash. Bëhet fjalë për 3 episode, të cilat datojnë që në vitin 2020 dhe në vitin 2021. Konkretisht episodi i parë përket datës 31/10/2020, gjatë të cilit nga autoritetet kompetente të Malit Zi është sekuestruar sasia prej 1722 kg bim narkotike e llojit marijuan, e dërguar nga Shqipëria me destinacion përfundimtar Gjermaninë. Episodi i dytë i përket datës 23 nëntor të vitit 2020, gjatë të cilit nga autoritetet kompetente të Mbretërisë Hollandës është sekuestruar sasia prej 475 kg lëndë narkotike e llojit kokainë, e dërguar nga Ekuadori në portin Vlissingen në Hollandë. Dhe episodi i tretë i përket... Në cilin port në Hollandë? Vlissingen. Po ç'është ky port më vëlla, se zakonisht kur themi Hollandë kemi parasysh gjithmonë atë. Ai është në Rotterdamin. Se ai mbahet si porti që kalon drogë madhe që ka gjë. Do jetë port tjetër. Do jetë port i vogël ky. Po. Port drogë vogël, port i vogël. Drogë vogël, port i vogël, po. Episodi i tretë i përket pasaj datës 26 janar të vitit 2021, gjatë të cilit nga autoritetet e Turqisë është sekuestruar sasia prej 236 kg bim narkotike e llojit marijuan, e dërguar nga Shqipëria me destinacion përfundimtar. Pra te drogra ata nuk bënin vetëm marijuana, apo ishin futur droga të rënda? Edhe kokaina. Bëhet fjalë për 3 vepra penale, konkretisht trafikimi i lëndëve narkotike, grupi strukturar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizatat kriminale dhe grupi strukturar kriminal. Konkretisht në nenet 28, 283 fraksion A dhe 28 dhe nenit 334 i kodit penal. Tani, këtë e lexova ti dhe bëre shumë mirë që e the si informacion. Për të qenë korrekt me informacion. Për publikun që s'është jurist, që nuk është as i ty as i Manjanit, vëlla. Po. Ç'do më thënë kjo Manjan që sapo dëgjove ti? Hyn te rastet, hyn te operacionet e rënda e forta të Spakut? S'pare njëra ajo lista me ato gjërat e sekuestruara, nuk duhet ta kishin nxjerrë në media. Ata që e kanë nxjerrë janë përgjegjës. Pse? Prokurori i asaj çështje. Kjo është histori e vjetër, gjithmonë nxjerrin këto. Po. Dhe unë insistoj te kjo gjë që kjo është e paligjshme. Nuk duhet dali. Absolutisht. Po jo, më fal, ku ti referohesh në një ligj kur thua kështu? Ka ndonjë ligj që nuk duhet dali? Ligj esencial që është ligj kushtetues që quhet e drejta për privatësinë. Shteti ka akses të hyjë në banesën e çdo kujt, vetëm në raste të jashtëzakonshme. Pra është duke ekzekutuar një mas arresti apo ka një mandat kontrolli banese. Dhe kjo është në fshehtësi të plotë. Në përshim të rastë ka operacione publike, që jenë publike, është tjetër gjë sa shmang dot konfidencialitetin. Por çdo hyrje në banesë, çdo marrje e sendeve që gjen në banesë, mbeten konfidenciale dhe pjesë e sipas një neni kushtetues thua ti, jo sipas kodit penal. Për privatësi, mo. Për privatësi gjithë Europa sot është në gjyq. Nuk guxon t'ja bësh një europiane këtë se të hedh fojt në fyt.
Një shqiptari ja bën shqiptarit për qef e kriminalizon, u I gjetën lek. E kupton, ajo skena e parave është për të nxitur rretje, është për të nxitur mllef. Është për të thënë njerëzve që ju çka paskan, mu çka legjeni, bjeri qenit, merre lekët, merre, zhujet, bjeri, zhyti tapen, e kupton, kënaqet populli me këtë. Këto janë lajme për propagandë, nuk janë lajme që nuk është faju, ja të kuptohen. Por Jo, po këto kanë thirrë ata? Po, ata që e kanë nxjerrë. Kush e kanë nxjerrë? Prokurori. Në adresën zyrtare, në website në vetë. Videot. Kur ja u themi ne, jo, video është tjetër, e kanë nxjerrë policia. Policia po nxjerr videot. Video është tjetër gjë, pra sigurohet për të videon, mbuluar. Jo, po them për listën e gjërave që janë gjetur në A nuk shtëpi. duhen thënë as to thuati? Lista e gjërave që Ato që lexova unë. Po, Nuk duhen thënë. nuk duhen nxjerr. Ty ti kanë thënë do t'i bësh. Unë thas mos e për të imazhi, po shohim. Jo, imazhi, më shtit të gjë imazhi. Imazhi fshihet, po ta vesh me vëmendje. Jo, po ti the që s'duhet dalë as euro. Jo, ata të para s'do të dalin, sepse janë të gjëra që janë gjetur në shtëpinë e dikujt. Po pra. Dhe janë private. Çaj duhet publikut çka kanë në shtëpi ai filani? Përveç se gallatës. Ti thon nuk lejohet. Nuk lejohet. Marsi ti dakord me Manjan apo jo kundër? Është papranueshme kjo gjë. Një sekondë Dhe këtu them sepse kam kaq kohë që ta bëjmë debat. Jo, një minutë, se duhet ta bëjmë debat më patjetër, po. Më le të mbaroj arsyetimin. Jo, nga mendova. Kaq kohë që ja them të gjë. Që Dhe reagimet zyrtare që vinë nga drejtuesi I Spakut, pa nuk e bëjmë ne, e bëjnë avokatët. Pra ata e dinë që është pa rregullte. Këtë nuk e kanë bërë avokatët, kanë bërë prokurorët. Këtë listën e gjërave jo këto imazhet që të jemi të saktë. Jo imazhet më lehtë. Jo imazhet që kemi në ekran në këtë moment. Imazhet janë njoftim që kanë ardhur dhe Se imazhet ty nuk të po ta shqetëson. vini re me vëmendje, është ajo Po jo për njerëzit, më jo unë them objektet e gjetura më Manjan. Leni më njerëzit janë të mbuluar. objekte edhe një herë po e A përsëris. duhet të shfaqen objektet që ashtu lekët të gjitha këto? Nxjerrja në pazar e inventarit të shtëpisë tjetrit është ndaluar. Pra, thjesht teksti thua ti. Dhënat, e ka fjalën Të dhënat më të dhënat. Ore, në video hyn të dhënat apo jo, pse s'përgjigjesh shumë? Edhe një herë më ç'është video. Kjo që po shef tani ti pra. Video janë unë po shoh ato njerëzit aty. Ore, ti në video 5 euro të Po, ato eurot është e gabuar pra po. Edhe ajo s'duhet dali. Ajo s'duhet dal. Po si çfarë kuptoni pra? Thjesht nuk duhet dal. Sepse është e dhënë hetimore. Ndërsa këto video këtu tani që ky s'duket personi I arrestuar. Ajo e ka s'ka problem. sepse sa për të mos I nxjerr fytyrën domosdoshmë, është ideja. Pra është kjo që thua ti, ky E kujdes. kanë bërë këtë kjo është marrëveshje që është bërë në shërbimet policore. Po, dakor. Kurse kur Po këto, po euro tani ja, këto 500 euro. Se çaj duhet publikut ajo, përveç se për të bërë gallat. Dhe përveç se për të nxit një urrëtie publike, Po si mos bën transparencë këta për shembull po punën që Në bëjnë. transparencë ka rregulla si bëhet transparenca. Në hetim, në procedurë hetimore, transparenca është e kufizuar. Prit sallën e gjyqit, do t'i shohësh në sallë gjyqit, ato gjëra duhet shkojnë në sallë gjyqit, të mbështjellur në qese. Po si kemi parë për seriale, po. Pasi ti ketë bërë ekspertizën Qartë. eksperti kriminalist apo ku diun çon daktiloskopist, A? dhe I çon në sallën me shumë gjas, shifeni me kujdes. Ato para që keni parë ju sot, dhe që shef publiku, nuk do t'i gjeni në asnjë sallë gjyqi nesër. Po pse? Sepse çfarë bëjnë këta? I marrin dhe I çojnë në bank. Në bankë? Po, Po pse I çon në bankë? aha pra, këta sikur kanë dalë me grabit pare, e kupton, jo sikur kanë gjetë prova krimi. Kush çon në bankë, policia? Prokuroria morë burri dhe tani zota besoshte. Po pse I çon në bankë? Po ha pra. Po si I futin në bankë? Po, me llogarinë e Spakut, ose në llogarinë e prokurorisë, kush është në këtë rast Spakut. Edhe thotë I kemi në rritje në bankë, por nuk më duhen në bankë për zotëri, duhet I Po fuzësh. quhen sekuestruara këto. Po pra, po duhet I fuzësh në qese, A, ti mbash kesh thua ti. sepse ajo është provë para gjykatës. Në qoftë se ato janë parat objekt një krimi, kanë ardhur nga një krim. Po. Sa ai nuk kanë një krim se më lek në shtëpi, çfarë krimi ka bërë? Cili është krimi me përjashtim të armës që është pa leje? Gjitha tjerat nuk janë sende të ndaluara. Mash lek në shtëpi nuk është ndaluar më. Ma janë të justifikuara, është pyetja. Atë të gjë, diskutim tjetër justifikuar apo jo. Po se I ke në shtëpi nuk është krim. Jo. Çfarë për përpiqesh? Atëre do ma lësh tani të hapshi lojën Marsi, Po, përgjigju pak Manjan. Deklarata- Jo Manjani ishte I saktë në të gjitha. Jam dakord. Po kjo ishte vetëm pikë para Manjani, po nuk duhet ndalim shumë se kemi edhe dy Deklarata papra e tjera. Spakut përfundon me një sqarim që thotë çdo person prezumohet I pafajshëm deri në momentin që kemi një vendim gjyqësor të formës. Formos perëgjë është apeli, po. Edhe personat në fjalë, të 10 të arrestuarit, Janë pafajshëm, po. Janë Prezumohen pafajshëm. prezumohen pafajshëm deri në momentin e Qartë. arrestimit. Tani një lidhje me transparencës, unë do flas nga kuptimi I funksionit, pra funksionalitetit, jo esencës. Ajo që tha Ylli qëndron te esenca. Tash ne dihet që nga vepra e parë e Republikës e Platonit, shekullin e 3 para lidhjes Krishtit ose para Resëre, thuhet që drejtësia është interesi I shumicës. Spaku këto operacione ose këtë shpërndarje informacioni a e bën për të pasur interesin e shumicës ose për të përfituar shumicën,
pra në kuptimin e opinionit publik. A krijohet bindja tek shumica që këta janë të fajshëm qofse ti nëpërmjet të dhënave që nxjerr, qofse këto për parat, për pronat e tjera, që këto mund të kenë ardhur nga trafiku ndërkombëtar i drogës, nga organizata kriminale. Dhe unë që i shoh atë them që ata janë. Po të gjithë. Perceptimi ai është. Po pra, duke qenë se drejtësia, ky është argumenti im, është interesi shumicës dhe është interes i pjesës më të madhe të njerëzve, atë na krijon këto opinion, pra funksionaliteti, mënyra si përdoret. Deri këtu ti je dakord me Manjanin. E dyta, që bëhet, pra është një lloj propagande dhe që për ti jetë po. Edhe ajo qëndron. Çdo institucion ka mënyrën e vet se si e përdor propagandën ose komunikimin me publikun. Ato mund të përdoren edhe në cilësinë e indicjes. Pra, a janë këto të ardhura dhe asete materiale që mund të jenë krijuar nga veprimtaria e jashtëligjshme, pra nga trafiku i lëndëve narkotike dhe nga organizata kriminale, sepse nëse janë dhe nëse dalin kështu, atëherë kjo jep legitimitet e para. E dyta bëhet fjalë që të gjithë bisedat dhe të gjitha provat që kanë krijuar kushtet e vlefshmërisë së kësaj mase janë marrë nga autoritetet franceze, nga Sky ECC, nga këto encrochat. Ky aplikacion, po. Nga Sky ECC. Nga Sky ECC, po. Dhe bëhet fjalë që nga viti 2020-2021 dhe bëhet fjalë për një kuadër kohor brenda 4-5 muajve. Pra këta kanë qenë, më fali sekond, kur ka filluar hetimi për këta që janë arrestuar sot vëlla? Dim gjë? Hetimi ka filluar në vitin 2024. A ka vetëm? Po. Ka vetëm një vit. Po. Në numrin 9 i vitit 2024, nuk jepet muaj, jepet vetëm vitin deklarat. Në vitin 2024. Pra të dhënat. Ka kanë ardhur të dhënat. Po të dhënat kur kanë ardhur? 2020-ën? Të dhënat kanë ardhur në 2024-ën. Në momentin që fillon. Të dhënat kanë ardhur në Shqipëri në vitin 2021. He pra. Fundi vitit 2021. Dhe pse ka filluar hetimi kaq vonë? 3 vjet më parë. Ha më janë. Fare shkurt, se është një histori shumë e gjatë kjo s'ka. Jo, bie i shkurt. Domethënë Franca në aleancë me Belgjikën edhe me Hollandën u dakordsuan që të përgjojnë ky aplikacion i famshëm. Të dhënat e Sky e aplikacionit Sky. Po ky encrochat është tjetër, nuk ka lidhje me Sky. Është një lloj Sky tjetër, është një platformë private komunikimi. Ti thosh WhatsApp Plus për shemb. Dhe për ata kanë siguruar një database me të dhëna, shumë të dhëna nga të gjithë abonentët e rruzullit. Nga gjithë dynjaja, po. Nga gjithë bota. Pra kanë bërë një përgjim masiv. Ka qenë përgjim ky? Përgjim. Përgjim apo ka fut fishën në autoritet policia gjyqësore e Lilës, e Nantës, dhe ka marrë gjitha të dhënat e serverit në kohë reale. Gjithë bisedat në kohë reale. Është bërë me vendim gjykatë. Me vendim gjykatës. Gjykatës franceze. Po kë kanë përgjuar ata? Ata kanë përgjuar për arsye të sigurisë tyre. Po. Ç'a bëhet në këtë platformë? Po pse e Lilës? Pse në Lilë? Sa aty ishte serveri fizikisht. Mund ta them si fillon, vetëm një ndërhyrje të vogël, lutem. Sekuestrohet për shembull sasia e lëndës narkotike. Gjithmonë ka një personazh që e transporton. 2-3. I sekuestrohen telefonat, mushkat, si thënë ne. Po, shikohet që ka një aplikacion. Që mund të jetë Sky, encrochat e tjerë. Merret si provë materiale, shikojmë bisedat. Ti tani po thua si ka filluar. Si ka filluar, pra ata do ta copzojmë, ta bëjmë thjesht. Shikohet biseda dhe është shumë e gjatë. Nuk shkove, ajo është nuk e them dot shkurt. Atëherë, ajo është që thotë Marsidi është histori e vitit 2016, kur aksidentalisht policia e Antwerpit ka rënë në gjurmët e ekzistencës një Sky ECC. Dhe në vitin 2019, pra nga 2016, në vitin 2019 është bindur Franca që të hyjë në këtë, ka ndryshuar ligjin Franca dhe ka bërë ndërhyrje në komunikimet e Sky ECC. Pra ka bërë ndërhyrje në komunikim. Tani është përgjim. Më falë, aplikacioni Sky ECC ishte aplikacion që ku kishe serverin? Atëherë, serverin, kjo është një kompani që vjen nga BBM-ja e dikurshme, kanadezja. BlackBerry Service. Po, BlackBerry. BlackBerry. Celulari famshëm BlackBerry. Ka qenë program që ishte vetëm... Dhe të gjithë thoshin atëre, mba BlackBerry, se ati nuk përgjojë. Jo, atëherë që ka qenë, por... Mbajmë. Por, këta e zhvilluan dhe në Europë kanë pas një server lokal. Pra është gjithësi është europiane apo është kanadeze? Është kanadeze. Është kanadeze? Por në Europë ka pas një deg. Okej, dakord. Për të zhvillu... Edhe kishin ku degët? Kishin në Francë, kishin në ku e kishin? Serveri fizikisht ka qenë në Francë. Jo, i aplikacionit po themu, i Sky ECC-s. Që do më thënë të aplikacionit? Po pra, aplikacioni, i partikullë startupi. Serveri është aty pra, qendra e shërbimeve, serveri që ofron këtë shërbim ka qenë në Francë. Ka qenë në Lille? Në Lille, po. Prandaj autoritetet franceze. Prandaj autoritetet franceze u futën në lojë, sepse Franca s'kishte asnjë lidhje me këtë gjë.
Qartë. e kërkoi Belgjika për arsye të trafikut drogës, Ose është gjafër Belgjika e me kërkoi Libinë. dhe Hollanda, të njëjtën gjë. Po aty afër janë ato, një pellg. Gjurmet e çun në Francë. Në Francë, për të bindë Francë, ti e di shumë mirë sa shpejt bindën francezët, u desh ndryshonin ligjin, kanë bërë ligj special për këtë gjë, që të ndërhyjnë në këtë komunikim. Kanë ndërhyrë dhe kanë marrë çka kanë gjetë. Dhe në kohë reale, gjitha bisedat, ato ishin end-to-end, encrypted, dhe vetë fshiheshin, originalisht. Ata i kanë ruajtur pa u fshi në celularat e njerëzve, pa në aparatet e njerëzve. Dhe kanë gjetë atje? Kanë marrë aty si fillim një database shumë të madh me të dhëna të kriptuara që nuk lexoheshin. Një pjesë tyre kanë lexuar në kohë ato sepse kanë bërë operacione. Arrestimin atë kohë. Belgjika ka arrestuar njerëz me këtë dhënat e Skype në kohë reale. 2020-ën flasim. Kurse të tjerat nuk i dekriptonin dot dhe me një operacion të dytë hakerimi që mendohet që e ka shpik policia hollandeze, kanë hyrë në aparatet e njerëzve, u kanë vjedh çelësat e sigurisë, dhe me këto çelësa sigurie kanë dekriptuar të gjitha të dhënat pastaj që i kishin ruajtur. Dhe aty janë zbardhë të gjitha bisedat pastaj, të cilat jo gjithmonë janë të plota, sepse nuk kanë arritur në kohë reale të ruhen gjithmonë, por ama kanë krijuar një database shumë të madh. Këtë database e madh që ti bie shkurt, e kanë klasifikuar sipas gjuhëve së komunikimit dhe Europoli, që është organizata policisë europiane, e ka selektuar dhe ja ka çuar Shqipërisë për pjesën e Shqipërisë. Po ndërkohë, ja ka çuar dhe vendeve të tjera, ja ka çuar vendeve të tjera, këtë punë kanë bërë. Po, këtë punë. Pra, por ama i gjithë mos harrojmë, flasim për Europol, jemi në shkëmbimet e informacionit policor. Qartë. Jo procedural penal. Po, qartë. Në dy gjëra këtë ndryshme. Po, Europoli, po. Policia mund bëjë sa ka përgjimet e veta, të dhënat e veta, indicet e veta, kurrën e kurrës prokurorët. Dakor? Kjo është gjithsesi tani me këto dhënat policore, spaku jon ti çon gjyq. Prokurorët e tjerë nuk e kanë bërë këtë gjë. Ky është dallimi. Në asnjë vend të Europës. Mund ta bësh atë sepse në 200 vitet e fundit, drejtësia ka arrit në një parim që të ndaj ç'është provë nga ç'është fjalë, ç'është provë nga ç'është mjeti për të kërkuar provën. Këto janë të dhëna të Florinta për të kërkuar provën. Praktikisht ti janë indicje. Janë indicje. Ti i ke në sirtar, lexon, kupton ç'bëhet, përpiqesh të gjesh në një element kriminal dhe ndërton punën për t'i kap gjërat në flagrancë. Jo, ose Tani kam një pyetje unë për këtë të sotmen, se kjo është tipike. Por dhe për ta mbyllur. Kjo është sotmja. Mendohet që kanë bërë trafik ndërkombëtar droge. Ku është droga? Ja ta marrim vesh. Pra po ti jam gjykatë si shqiptar unë sot. Ja pra të përgjigjet. Në Malë të Zi, në Hollandë dhe në Turqi. Por ku është fizikisht para gjykatës? Ta shofi gjykata. Në këto vende. Nuk është në Shqipëri. Atëherë gjykata shqiptare çfarë do? Jo gjykata. Së gjykata në këtë rast. Të gjykatat të shkruara. Çfarë ka më? Prokuroria pranë gjykatës. Po pra. Çfarë do ti për këtë? Sepse ka një logjikë shumë të thjeshtë, ja si e kompromenton procesin. Ti kur fillon një çështje penale, o e ke kap gjën, o i marr shoppingat. S'ka rrugë tjetër. Pra o e zure me presh në duar, ose në ikje e sipër, ose me prova të pakontestueshme, që pasoja që ka ardhur është e jotja. Dakor? Dhe prove pakontestueshme është një dëshmitar, një pamje filmike, një gjurmë gishtash, që janë prova. Llafe në SkyCC ka për gjithë botën. Në SkyCC po ju them, unë kam lexuar personazhe që ngrihesin mëngjes kërkonin $10 milion për të vrarë dikë. Pastaj diku nga dreka thoshin edhe me 5 e heq qafe. Pastaj po një person, pastaj në darkë thoshte shiko, unë e di që ti smije pa po edhe me i gotë verë marrë punë, e kupton? Pastaj kthiheshte prapë në tjetër histori. Këta janë të çmendur më burr, këta janë prova. Këta janë llafe pazari. Po kur korespondojnë me faktet? Po cilat janë faktet? Me që krimi është bërë. Ku është bërë? Sipas bisedave në Skype. Logjika e zotit Manjani është brillante, por ka dhe një element që duhet e shtoj. Ku çalon ta? Se Maja kam dëgjuar Manjani. Është e vjetër kjo teza Manjanit vëlla. Ta vitin që e thotë është i pari. Është dhe një element i cili është pjesë e anës objektive, subjektive dhe raportit me dystyre që quhet lidhje shkakësore. Dhe lidhja shkakësore. Dhe shkaku primar i cili shkakton pasojën. Cila është pasojë? Qoftë shkaku primar është që këtu bëhet ideimi, pra organizimi gjithë trafikut. Ku në Shqipëri thua? Po pra, për ta ditur. Po flasim për grupin pavarësisht për këtë grup. Po flasim konkretisht për rastin fjalë. Në qoftë se realisht nëpërmjet bisedave të Sky Encrochat, që mund të përdoren dhe si indicje, vërtetojnë faktin që ideimi dhe organizimi i këtij trafiku dhe këtij grupi ka filluar këtu, në zonën e Nikles konkretisht, sepse ashtu flitet. Dhe nga deklarata që ka bërë Spaku,
A kemi vepër penale në momentin që ideohet Kush po e figura konfirmon veprës këtë? penale? Kush e provon këtë? Se këtë janë llafe. Jam dakord me ty. Kush Këtu e ata provon? kanë përdorur si indicie ose si provë. Po pra, ka shku. Bisedat e Sky Koçak. Hekurat more, nuk ka më indicie, është provë. Si ke edhe hekurat tjetrit. E ke fut brenda. Po nëse kanë bërë fact checking, pra i kanë Cili është përdorur fact si checking? indicie të Fact dhënat. checking sot mas 5 vjetëve që ka bërë para 5 është shumë. Po se në 2024 ka filluar hetimi, pra thotë. Po jo, pra, për ngjarja është e 2020-s. Mirë, po çon si ka hetimi ka filluar 2024, pra ka pak kohë. Hetimi filloi kur dushti. Po flasim për ngjarje të vitit 2020. E kam shumë të vështirë të mendoj që këta kanë prova sot përveç Sky ECC-s, po themi, po e marrin të mirëqenë që Sky është i ligjshëm, që s'është, po e marrin të mirëqenë që është përgjimi i rregullt, që s'është, po e marrin të mirëqenë që identifikimi i personave është i rregullt, që s'është, po e marrin të mirëqenë që ku diun Franca ka përgju vetë Ryan dhe jo Sky ECC-n, që s'është kështu, etj. Po i kalojmë gjitha këto elementet procedurale, kemi një 2 vjet e gjysmë ne që Raj mojna avan me gjykatat tona. E lëm të gjë. Po e marrim, lexojmë Sky-n. Sky është njësoj si përgjimi i telefonit. Njësoj, e njëjta gjë. Janë fjalë. Është ideimi në Shqipëri, po. Po a do i rrim parimin? A do i rrim parimit që fjala nuk sjell vepër penale? Mendimi nuk sjell pasojë penale? Është pasojë më burrë. Çdo vepër penale vjen debati i madh. pasojë. Jo, nuk është i madh, është bazë. Jo, është debati i Jo, madh, sot është debat. filozofinë e drejtës kjo është Është guri baza. themeltar. Po pra. Jashtësia e veprimeve vjen nga brendësia e mendimeve. Drejta penale ka lindur si rezultat i pasojës penale. Pra është vrarë dikush, opa, kemi një ngjarje, regjistrohet procedim. Dhe fillojmë edhe e gjejmë tani se kush e vrau këtë. Është dhe qëndrimi psikologjik ndaj veprës. Drejt, pra ama ndaj Është me veprës. dashje, është Ama ndaj veprës ka ndodhur gjëja. Kurse ne themi që unë s'di që ka ndodhur, s'ka ndodhur, po thonë që ka ndodhur në Maltezi apo ka ndodhur në Holland, dhe unë më refuz shtetasin tim në burg. Po mirë, më dakord ta zëm se u vërtetu që ka ndodhur në Holland apo në Mos të vitë shumë i visëm del nga plani. ta zëm se ka ndodhur. Po e marr të mirë qenë se tash nuk e dim se çka ka ndodhur. Digje pa hyllin të lutem. Cili është krimi që i ka bërë Shqipërisë këta njerëz? Pse ligji penal duhet t'i afusi shtetasit vet për një histori, për histori të kryera apo të pa kryera në një shtet tjetër? Se kjo është fundi logjikës. Po a mund ta pranojmë ne këtë gjë që shqiptari duhet t'i afusi shqiptarit për llogarit malazezit apo për llogarit hollandezit? Po a e bën hollandezi këtë gjë për ne? Kurrën e kurrës. E bën malazezi për ne? Kurrën e kurrës. Prit pra tani, s'kemi marrun probleme në Shqipëri, nuk ka krim Shqipëria tani, kemi hallin e Hollandës. Kjo është fundi botës, fundi logjikës. Ti po flet shu, Jo, po kështu është. sepse ti merr niset Se nga drejta premisa jonë penale është për që ne. ideimi tyre nuk është bërë në Shqipëri. Çfarë s'është bërë? Ideimi ekzekutimi, sot ai veprës penale nuk është bërë. nuk është bërë në Shiko Shqipëri. edhe një herë, ti ndajmë gjëra. Se du të jemi që kujdesshëm tani më. Manjani thotë 100% kujdes. Manjani thotë që rëndësia qëndron tek momenti kur Orteku përplas fshatin, jo ku fillon trotullohet Orteku kur stopi vogël. Pra e copzon faktin penal. Duke e copzuar, thotë kush prevalon? Prevalon pasoja apo lidhje shkaktore dhe iniciimi? Ligji jonë penal është bërë për të na mbrojtë ne, për të mbrojtë territorin tonë. Ky është qëllimi i drejtës penale. Domethënë, ai ose ajo që del dhe shet drogë në territorin e Republikës Shqipërisë, në shkolla apo jashtë saj kudo qoftë, unë jam për dënim ekstrem. Ti e për dënim e vdekje. Nuk e di, sa më herën ti. Mos. Mbaruam. Sepse ai më dëmton mua, dëmton fëmin tim, dëmton shoqërinë time, dëmton shtetin tim. Ose ka shku ka shit drogë në Europë, po e dini çfarë është Europa? Nga 500 milion banorë, 150 milion marrin drogë më burr. Mi po kjo Lutem, ka dalë 150 milion. kjo nuk e legjitimon o më. S'më duhet fare, s'më intereson hiç. Është pjesë e Europës, s'është e imja. Ti thua ta kapin ata Po ta kapin ata, më jo unë më burr. S'm ka bë dëm muaj më burr. Të të bëj një pyetje tani, ta mbyllim se ra gongu se duhet ta mbyllim tani. Mbylla gongun, ha. Nuk e mbyllu unë gongun, dëgjoj tani më janë. Ki çik mund të jenë këtu? Po, se i lezetshëm është. Jepi. Dëgjoj Ariani. Ti e kupton, besoj, dhe unë që s'marr vesh fane do punës se ju jeni jurist apo Jo, s'ka punë me jurist, është logjik. Jo. Ja fut shqiptarit për llogarit hollandeze. Një sekond. Fundi. Këti ja kanë kërkuar partnerët e tyre hollandez, ku diun, këça ishin tjetër, malazez dhe Ja ta vetëm ta shpjegoj 2 minutë këtë. jo 2 minutë s'kemi kohë, se ra gongu. Thjesht fare. Ajo fillon siç e fillon pak të lutem. Ore zotri, Po pra ta të spakut sot, e kam bërë këtë për të bërë qefin Hollandës, apo kam bërë Po, se shqiptarit. Po, Po. Janë Qef hollandez kanë bë. Ajo fillon kështu. Aja ka kërkuar dikush më valla. Po, atë. Ora, ai japin, kujt i japin Ata lokalizojnë Ty apo Altin Dumanit? Emër dekorat ataj.
Por zotëri, po falis. Por zotëri më është pak Ka publik. një bashkëpunim midis prokurorive dhe policisë. Por japin në gjithë dekorat, Europën. po më po në rregull, po këto zotërinë të Spakut i paguajmë ne, më nuk i paguajnë Hollanda. Ore, i të bëj një pyetje unë ty. qa? Në qoftë se për shembull Dumani Po. do të hetoj X-in që jeton ku di unë në një shtet evropian. Ama ai fut drogën këtu. Në qoftë se ka Po, i bërë krim kërkon Shqipërisë, prokurori. po, mo, patjetër. Jo vetëm shqiptar, po edhe të huaj. Ata e kapin për llogari Dumani. Po dhe është ndërsjellë thotë. Jo, mo, nuk e bëjnë ata për Si llogaritë. se bëjnë? Ore zotëria. Ke seriozisht ti? Po, më kam Po shumë. sa seriozisht. pak shqiptar ka që janë që kanë kapur ata I kanë bërë krim Hollandës, mo, jo ne. Jo, mor jo, shqiptar që ekstradohen në Shqipëri. Asnjë, mo, zero, mo. Ke pa fund më që vin me avione, Asnjë, ke mo, gabim. zero. Po tani, Banjan, vjen keq. Po ç'më thon shqiptar? Që ta japun me garanci. Edhe një herë, më fal. Shqiptar vlla të kërkuar nga autoritetet shqiptare në Hollandë, në Francë, në Belgjikë, në Gjermani, ke pa fund që ekstradohen dhe vinë në Shqipëri. Po çani, Vjen keq që deportohen. Asnjë nga këto shqiptarët. Për ashtu rastet e Dubajit. Po lemë më është asnjë nga tjetër ai. edhe Dubajit. Asnjë nga këto shqiptarët që thua ti. Është më jep të është jep duro, jap kjo punë, më nuk është kështu. duro, më Nuk punojnë vetëm ne Marrëveshje. për ata. Punojnë ata për ne. Kapëm fundin herë se. Po pra. Asnjë nga këto shqiptarë që thua ti që i sjellin tuaj, nuk vinë këtu se i kanë bërë krime të huajve. Janë shqiptarë që kanë llogari me drejtësinë penale këtu. Po pra, po kush i sjell ata këtu? I ka policia atje për Po që i ka për llogarinë tonë ose bravo, dhe këta. Edhe këta i kanë ka për llogaritë atyre, Jo, pra mo, shikon në shkëmbim, mor. Ti nuk jo, pra nuk është Është clearing më Po jo, më duro, më burduro. Ah, mirë. Si jo mirë. Po po tani Ka mos i durosh. Po ti më kupton shqip më kur. Po jo, më të kuptoj shqip. Ne nuk po i kapim shqiptarët këtu për llogaritë Hollandës, t'ia çojmë Hollandës, që t'ishte clearing. Po i kapim për llogaritë Hollandës, ai dënoi me ligjin ton. Hollanda s'e dënon fare fjala vjen. Se ti mund të bësh drogë në Hollandë dhe dënohesh 2 vjet. Manjani thotë për shembull, nëse i grup Po të zuri Spaku ke minimum i 10. Ti thua që ta dën, më fal. Pra ti thua që më burr. më fal një sekond. Atëherë një sekond. pra. Këta që të kalbën në gjë e parë që do bëj çdo vakat dhe jo vetëm ti, do i thosh zotërit, çfarë vepre ka kryer këtu në Shqipëri Po këtë bëjmë në ta dëgjojnë atë. Këtë po themin, këtë po them edhe ty Po këtu. ky grupi sot, jo unë të dëgjova. Jo, ky fare grupi sot, dëgjon sepse ti mi e bëra si ata të Spakut edhe ti. Po jo më burr, lërë, dëgjon. më tani Ore Manjan edhe një herë. Thjesht të vura në diskutim këtë, Po. që këto janë clearing. Jo, pra jo. Ti prokurori i Hollandës, unë prokurori i Shqipërisë. Unë nuk po ja ja kthej tek Hollandës. kundërshton Manjani. Ne japim njëri tjetrit, Jo, japim pra, të marrim. nuk po Sepse ja, Manjani nuk po marrim. thotë, Manjani thotë të gjë. marrim, thotë. Po, nuk po japim. Manjani thotë të gjë, Po. qofse një holandez, se shtetas holandez, i do një trafik droge nga Holanda për Shqipëri. Dhe ai sjell drogën në Shqipëri, nuk ka ndodhur që Spaku të kërkojë autoriteteve holandeze. Arrestoi këtë shtetin holandez sepse ka sjell drogën në Shqipëri. Në këtë kuptim. ka bërë kur Holanda Nuk është reciproke pra. Së shku reciproke. Po kanë sjell shqiptar Ne vetëm që kanë marrim. bërë veprën penale këtu, kanë ikur atje dhe ekstradojnë në Shqipëri, po jo për shembull Ka një vrarë këtu edhe ka ik vëlla. Se ti, po më mbase nuk i dim to se nuk bëhen publike, më që është një shtetas holandez që kërkon Hollandë dhe e kapin këtu. Zero, ta them unë, informat zero. Jo Hollanda, po as Anglia, as Belgjika, as çfarë them unë, vetëm Shtetet i kërkojnë ata, nuk i kërkojnë ata shtetas të tyre Shtetet që shqiptar që bëjnë kanë kryer krime andej, po, i Jo, kërkojnë. shtetet të tyre, mo, Jo, që më në Shqipëri. Jo, më burr. Po unë kam dëgjuar shumë raste që arrestohen të huaj këtu, vëlla. Ore që arrestuan. po çfarë arrestuan? Në Arrestuan për vepra, për vepra su. Një rus nxorën para ca kohësh. Jo rus, jo. Po rus ishte ai korbi. E përzun, ikuaj. Ja çun Putinit pako postale. Po, Po, me vendim gjykate. ja çon Putin. Ka humanoidët e drejtësisë. Nëse le t'jo bëjmë një sekond Torelan, edhe rikthehemi në studio.